Nga këtu do të kalojmë tek paneli I dytë, ku sigurisht do të vazhdojmë të qëndrojmë tek zhvillimet politike, do të flasim pak a shumë për problemet e brendshme të partive politike dhe sigurisht sfidën e zgjedhjes së presidentit, e po ashtu edhe shtyerjen realisht të certifikimit të rezultateve që vjen si rrjedhojë e rinumërimit të votave në disa prej komunave. Për të diskutuar për këtë çështje, në studio kemi Artan Aliaj, njësi çështjeve politike. Aliaj, faleminderit që je sot me ne. Mirësevgjej. Bashkë me të në studio është edhe Argjend Softolli. Argjend, faleminderit që je sot me ne. Faleminderit për ftesën. Po e nisim së pari të flasim për, po e quaj ashtu, dramën që u bë në LDK me gjithë dorëheqjet e ofruara dhe realisht apritet që një gjë e tillë pastaj të ndikojë edhe procese tjera, duke qenë se LDK-ja tashmë dihet se ka problemet e brendshme të saj dhe sa mund ta ndikojnë pastaj edhe procesin e zgjedhjes së presidentit dhe të tjerave. Po mbasi kjo vonesa tash e certifikimit të zgjedhjeve I ka ndihmuar edhe LDK-s, që ndoshta në ndërkohë mund të ketë kohë më shumë. Të zgjidhin këto problemet e brendshme në mënyrë që të jenë në pozitë të diskutojnë, ndoshta edhe ndonjë koalicion të mundshëm, pse jo. Mirë, po ajo që po shohim është një dramatizim I panevojshëm I situatës fare. Është shumë e thjeshtë, mendoj që LDK ka vendosur një standard që është prej vitit 2021 me zotin Isa Mustafa, ku është marrë përgjegjësia për humbjen e zgjedhjeve dhe është thënë që nga atëherë e tutje, secili lider që do të psoj disfat në zgjedhje, do të tërhiqet në mënyrë që të lejohet dikujt tjetër që të ofrojë një alternativë të re. Mirë, po tash po e bën këtë Abdigjiku. Tash shohim që nuk po ndodh kjo. Ju thatë po ofrohen dorëheqjet nuk ofrohen, dorëheqjet ose jipen ose nuk jipen. Abdigjiku e ofroi atë në vendin e partisë. Pra nuk dha dorëheqje të parevokueshme, po s'ka sens kjo. Në realisht se më shumë se sa dorëheqja s'kam çfarë të ofroj. Po jo, ajo pi lypet aty besoj nga disa grupe të partisë dhe ai nuk po e jep atë. Ajo që ai ka propozuar është e kundërta, në fakt ai don që të shkojë në kuvend që ta verifikojë dorëheqjen, që si duket në bazë të njerëzve të partisë aty, kjo nuk është diçka që parashit në statut. Ajo që parashit është që jo vetëm zoti Abdigjiku, mendoj që tërë kryesia ngushtë, si pe quajnë ata, ose ai grupi njerëzve që tu akua para 2-3 ditëve, duhet të tërhiqet, jap dorëheqje të parevokueshme dhe ta lejoj procesin e brendshëm të ndodh pa ta. Do thotë kjo do të kishte qenë ndoshta një prej skenarëve që ishte desh të ndodh. Mirë, po shihet që edhe zoti Abdigjiku edhe disa anëtarë tjerë të atij grupi nuk dëshirojnë të japin dorëheqje. Ata mbas edhe pretendojnë të qëndrojnë ato opozita. E dim që në të kaluarën është përmend disa herë mënyra vendimores në LDK, sidomos tani pas këtyre zgjedhjeve, nëse s'gaboj ka qenë edhe zoti Geci që e pat përshkru një proces të vendimarrjes që për mu nuk ka të bëjë me një lider partijak, por më shumë me një menaxher partijak, ku thuaj që ai ka shkuar, ka biseduar me secilin, I ka marrë mendimet dhe ka vendos grupi, s'ka vendos ky. Dhe në këtë rast ndoshta një farfor me zoti Abdigjiku po lyp përgjegjësi edhe nga ata njerëz. Mirë, po në përgjithësi, ajo që ishte desh të ndodhë një parti që dëshiron të vendos një standard, I cili është vendosur në vitin 2021, I tërë ky grup do duhet t'jap të dorëheqjet parevokueshme dhe të shkohet në një kuvend zgjedhor, e jo të shkohet në një kuvend pune ku do të kërkohet ratifikim I dorëheqjes së do tipit. Të kërkoj realisht edhe Hikmete Bajrami, pra shkuarin në një proces zgjedhor brenda partisë. Sa i përket zotit Abdigjiku dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë personalisht konsideroj që zoti Abdigjiku prej që e ka marrë mandatin si kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës që me thonë ka qeveris, ka menaxhu me partinë me një fardore të hekurit në disa degë. Për shembull, dega e Podujevës, atje me sa unë kam informacione dhe atë sa e di e kam përcjell, atje është gjithçka është punu kundër statutit të partisë. Dhe si rrjedhoi kjo edhe e ka rezultatin në të cilin është. Dështim total. Po feks. Dhe tash për shembull përjashtimi I zotit Agim Veliu nga dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Podujevë, ajo ka qenë jashtëstatutare normalisht, por ka qenë edhe me një farë lloj dore të hekurt të zotit Abdigjiku duke ushtruar
funksionin e vetë si kryetar i partisë, por jo vetëm kjo, por edhe disa ngjarje të tjera. Madje tendenca e zotit Abdigjiku për ta paraqitur Lidhjen Demokratike të Kosovës si parti e cila i merr vendimet në organet e saj, kjo madje nuk pi ujë fare, sepse zoti Abdigjiku e ka dëshmuar me plot raste që ky është ai i cili në fund vendos mbi gjithçka në parti. Por edhe sa i përket dërheqjes së zotit Abdigjiku, që ne e dimi edhe kemi të qartë të gjithë se si funksionojnë organet e partive politike në Kosovë. Fatkeqësisht organet e partive politike udhëheqen edhe janë vetë fjala e kryetarit të partisë. Ofrimi i zotit Abdigjiku, ofrimi i dërheqjes së zotit Abdigjiku për kuvendin, kjo nuk është një farë lloj, si më thon, një farë mocioni që dëshiron ta dërgojë vetë zoti Abdigjiku veten në kuvend, në kuvendin të cilin ai vetë ka bë. Dhe unë për aq sa i kam përcjellur rrjetet sociale, për aq sa i kam përcjellur aktivistët, njerëzit pjesëmarrësit të kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Abdigjiku nuk do t'i pranohet dërheqja nga kryetari i. Është për këtë arsye edhe ka ofruar si të tillë mënyrë që vazhdoi. A i pati më pas edhe disa kundërpërgjigje me zonjën Bajramin në momentin kur ajo dha dërheqjen dhe kërkoi dërheqjen e parevokueshme të tij, ky njëjti i kthye dhe i tha se t'i lëm drama tonë. Më herët të tha edhe nga Artoni që dërheqja ose hipet ose nuk hipet. A duhet që një kryetar partie domosdoshmërisht, zotri Alia edhe zotri Softolli, a duhet me patjetër një kryetar partie të jap dërheqje pas rezultateve të... Gjendja në të cilën është Lidhja Demokratike e Kosovës, thellimi i gjendja e rënduar, e thellë, e Lidhjes Demokratike të Kosovës, duhet ta bëjë zotin Abdigjiku të reflektoj, të liroj rrugë. Përndryshe, nëse gjithmonë sipas meje, Lidhja Demokratike vazhdon me leadershipin e zotit Abdigjiku, i cili nuk ka më momentum politik për të, dhe besoj që për një kohë të gjatë nuk do të ketë, Lidhja Demokratike e Kosovës do të jetë edhe në gjendje më të rënduar në rast të zgjedhjeve, për arsye sepse pakënaqësitë janë shumë të mëdha dhe pakënaqësitë janë nga njerëzit të cilët janë të fuqishëm brenda partisë, në këtë rast Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe ky rezultat i Lidhjes Demokratike nuk ka ardhur vetëm si rezultat, tani mos ta fajsojmë në përgjithësi zotin Abdigjiku, sepse ky rezultat i Lidhjes Demokratike ka ardhur nga sabotimet e brendshme të aktorëve të fuqishëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prandaj e kemi këtë strukturë. Në princip, ju takon partive politike të vendosin proces të brendshëm, se nëse du dikush t'jap dorëheqje pas një humbje zgjedhore ose jo. Ajo që kemi pa në LDK që një princip i tillë është vendosur në vitin 2021, dhe zoti Isa Mustafa është tërhekur në momentin kur e kanë marrë rezultatin katastrofal në zgjedhjet e 2021. Tash është përsërit gati i njëjti rezultat. Dhe është me të drejtë besoj ai grupi i cili po kërkon dorëheqjen e të gjithëve. Mirë po aty bazë që kemi dëgju s'paku, nuk janë gjërat konfirmueme, po tash e thëme, është që qëndrojnë dy grupe, një grup i cili kërkon nga zoti Abdigjiku të jap një dorëheqje të parevokueshme automatikisht, dhe një grup i cili thotë që zoti Abdigjiku duhet të ndrojë në krye të partisë. A ka qenë gjithmonë kështu? Pra, a ka qenë gjithmonë që një pjesë brenda në LDK asnjëherë nuk e ka dashur Abdigjikun që dihet në krye të partisë, dhe a kanë ardhur pastaj gjithë kjo rënje e partisë pikërisht për shkak të këtyre ndasive që kanë qenë brenda? Jo, nuk mendoj që vetëm janë ndasi që ka qenë evidente dhe mbase ka pas ndikim të madh në komunën e Podjevës, sidomos ka qenë figura zotit Agim Veliu, mendoj që gjithë të tjerët kanë qenë të bashkuar rreth tij kur është zgjedhur në vitin 2021. Mendoj që kjo ndarje ka filluar edhe pas zgjedhjeve të shkurtit, mos të harrojmë që edhe në shkurt edhe LDK edhe tërë opozita ka dështuar. Nuk ka dështuar vetëm në dhjetor. Dështimi në dhjetor vetëm sa është thelluar. Dhe atëherë kanë filluar ndoshta këto divergjencat e brendshme, e dim që kanë dalë publikisht, sidomos zoti Hoti ka qenë mjaft vokal në atë kohë, i cili tash duket të jetë më i përmbajtur, pasi që ai nuk e bëri hapin njëjtë sikurse zonja Bajrami. Mirë, po sido që tjetë, nuk duhet dramatizohet, është proces normal. Kaluar dy procese zgjedhore, relativisht dështuara të dyjat, i fundit totalisht. Opozita si të nësi nuk ka mrit të ofrojë alternativë, edhe kjo opozit aktualisht, si që është me këta tre lider, nuk mendoj që do të mund të arrijë të krijojë një alternativë
Mendoj që problemi nuk qëndron vetëm të LDK, qëndron të tërë opozita, mendoj që problemi në gjashme ndoshta ka edhe në PDK, ndoshta edhe më të mëdha, mirë po ata ndoshta pak më të disciplinume për maj për brenda. Në anën tjetër, sa i përket AK-s e zotit Haradinaj, kjo është kapaciteti AK-s, e kemi pa. Debatet e tilla, zotri Aliaj, pikërisht për dërheqjen. Në këtë rast po flitet për lidhjen demokratike të Kosovës, mirë po nëse e marrim në përgjithësi. Debatet të tilla, ku ka dhe paknaçi brenda partive politike, pikërisht me liderin e tyre, forcojnë më pas apo edhe dëmtojnë vetë partinë, sepse shpeshherë ka dilema në këtë çështje. Shiko, partitë politike në çdo vend botës kanë divergjenca brenda. Edhe ideja është që ketë debat brendshëm dhe në momentin kur vendoset për një temë, shumica vendos dhe pastaj të gjithë duhet t'i bashkohen atij vendimi. Kështu që është normale të ketë divergjenca, është normale të ketë zëra kundërshtues. Është shumë demokratike që në një parti politike edhe pas zgjedhjes së një kryetari të ri të ketë zëra kundërshtues. Pse jo, ajo e ngrit nivelin e kualitetit të politikbërjes në një parti, kështu që debati brendshëm është pozitiv, nuk është asgjë negativ ajo. Unë shpresoj që të ketë vazhdimsi të debateve të brendshme. Unë shpresoj që ky debat të jetë sa më publik, mbase. Partitë politike nuk janë organizata private, nuk janë shtëpia private të mbyllura, janë organizata publike që synojnë të qeverisin me vendin, dhe si të tilla duhet të jenë subjekt të debatit publik dhe subjekt i mbikëqyrjes publike po ashtu. Kështu që debati publik është diçka pozitive dhe duhet të zhvillohet dhe duhet të pranohet si i tillë. Qartë. Mendoj që në një realitet dhe në një botë normale, debati i brendshëm partive politike do t'i ndihmonte edhe subjektit politik, po edhe demokracisë. Po duke ditur gjendjen në të cilën ne jetojmë dhe si popull dhe mentalitetin si popull që e kemi, por edhe duke njohur edhe mentalitetin e politikanëve tonë, konsideroj që ndasit e brendshme, në këtë rast, sepse ne nuk kemi vetëm debat në për parti politike, ne kemi përqarje, kemi ndasi dhe kemi sabotime brenda partive politike. Në këtë rast, tek lidhja demokratike ka ndodhur fiks kjo, ka ndodhur sabotim i brendshëm nga akterët në këto zgjedhjet të fundit. Dhe si e tillë normalisht që nuk ka sjellur rezultate, sepse gjithmonë konsideroj po ashtu që debati i ndihmon demokracisë, i ndihmon partisë, por duke njohur mentalitetin e politikanëve tonë, të cilët dinë vetëm ta sabotojnë liderin, dinë vetëm të krijojnë përçarje për liderin, atëherë kjo nuk i ndihmon. Prandaj mendoj që fraksionet brenda partive janë të domosdoshme kur ka kulturë të lartë politike, sepse për shembull në këtë rast nëse në lidhjen demokratike ka fraksione të gardës së vjetër, por edhe të kësaj gardës të cilin e ka sjellur zoti Abdigjiku në kryesi të partisë, atëherë këto dy fraksione, nëse punojnë për qëllimin e njëjtë, normalisht që do të ketë ngritje të partisë, në këtë rast lidhjes demokratike, por çfarë ka ndodhur brenda lidhjes demokratike është kjo që fraksionet brenda partisë kanë punuar kundër njëra tjetrës. Në këtë rast lidhja demokratike e ka këtë rezultat. Për shembull, garda e vjetër e ka sabotuar zotin Abdigjiku. Kjo dihet haptazi. Edhe kushdo që tenton ta thotë të kundërtën, besoj që e ka gabim për arsye sepse shihen rezultatet. Edhe në gjitha komunat ku garda e vjetër till nga LDK ende. Po tash kemi pa një si informacion. Artan edhe nëse ne ta mundesh na shtjellosh pak më detaje. Është që fraksionet brenda LDK-s janë, po faktikisht sabotim partisë. Sabotimi e ka sjellur këtë rezultat lidhjen demokratike. Nuk ka diçka tjetër. Përmend si individ ndoshta në këtë mirë po garda e vjetër. Ka pasur paknaçi edhe prej zotit Gazmian Mohaxheri, sa i përket zoti Gazmian Mohaxheri si vendimarrësi kryesor në parti. Po qartë është, po nuk ka qenë i kënaqur me zgjedhjen e zotit Abdigjiku si kryetari i partisë, edhe në kohën kur është zgjedhur zoti Abdigjiku. Mandej zoti Lutfi Aziri ka pretendimet të tij për kryetar të partisë. Këto ne i njohim sepse ne jemi në për ambiente politike ku diskutohen fjalët politike, edhe unë gjithmonë sipas meje konsideroj që garda e vjetër e ka sabotuar zotin Abdigjiku, edhe si për pasojë ka dhe këtë rezultat. Normalisht duke i njohur këtë rezultat nuk e ka vetëm nga kjo, por e ka edhe për shkak të lëvizjeve të tij politike, sidomos pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit, betonizimi i zotit Abdigjiku se nuk shkojmë në koalicion as me opozitën as me partinë fituese. Këtë rast konsideroj që i ka dhënë këtë rezultat zotit Abdigjiku.
Artan, Argjendi përmendi edhe ndoshta dëshirën edhe të Hazirit për të qenë në krye të LDK-s. Besoni se do të ketë në rast të zgjedhjeve do të ketë disa kandidat apo realisht edhe nuk do të pranohet? Do të kenë zgjedhje. Ajo është fakt që zoti Haziri ka qenë një kundërkandidat. Edhe në një farë forme është pajtu ende... Pa gjasa që ndoshta dhe zonja Bajrami tjetë një randë. është pajtu ende para... është pajtu ende para se të zgjidhin e të Abdigjiku që t'ja përkrahja dhaj praktikisht një farë forme. Mendoj që ajo që ka thënë, nëse s'gaboj edhe zoti Haziri po ashtu, edhe zonja Bajrami, janë që edhe ata janë përgjecës të kësaj situate dhe japin dorëheqje. Kështu që mendoj që asë njeri as tjetër ndoshta nuk do të silni një alternativë të re në këtë rast. Mendoj që nëse vërtet dëshirohet të bisedohet për një lider të ri, ndoshta duhet të shikohet pak më gjërësisht se kush mund t'jetë pasuesi. Nëse flasim për këtë grupin punus jo formal, grup kryesie ngushtë, as vetë se din çka janë ndoshta, ai grup ka marrë një pjesë e tyre, kanë pranuar të marrin përgjegjësi automatikisht. Një grup tjetër ka thënë do të marrin përgjegjësi në kuvend. Do thotë është ai grup që ka marrë vendimin pikërisht prej shkurtit deri tash. Do thotë zoti Abdigjiku është një vendim i vetëm se ka marrë nga shkurti deri tash. Bile shohim atë rastin e vushtrisë që u pat keq menaxhuar në formë amatoreske, e kemi pa se dhe mënyra komunikimit për fatkes dolen edhe bisedat private pasi që i shtyn këta vetë të dalin ato biseda, e pam se si është marrë vendimarrja. Ta shu përmend kryetari 5 ka qenë një për krasëve kryesor të zotit Abdigjiku dhe vazhdon të jetë. Dhe ka qenë një prej vendimarrësve kryesor bashkë me Kujtin Shprala, ndoshta nëse dojmë flasim për individ për brenda. Edhe pse në princip nuk dua të flas për individ, mirë po ajo që është fakt është që kemi të bëjmë me një mjegulli dhe një paqartësi që vije nga disa anë nga partia. Betet e shqirë si do t'jetë, ashtu si e përmendet, ndoshta tendenca është që të mos ketë ndonjë kuvend zgjedhor, por të ketë një kuvend pune ku do të konfirmohet leadershipi i zotit Abdigjiku, do të vazhdohet tutje. Kjo është vendimi i tyre, ata e dinë nëse ata mendojnë që me këtë njeri ose me një tjetër mund të ofrojnë një alternativë ndaj zotit Kurti dhe lëvizjeve vendosje, diçka që duket e pamundur aktualisht, mirë po betet të shihet si do shkëputje. Pikërisht për shkak të këtyre problemeve të brendshme, po flasim për LDK-n, ka gjasa që t'jem pra më të prirur që të jenë ndoshta edhe më të hapur në një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, sepse nëse flasim për problemet që kanë tani dhe rënien që ka mësuar me 28 dhjetor, mund edhe të aludojmë se nuk ju konvenon shkuar edhe një palë zgjedhje të reja. Unë kam thënë disa herë qysh prej natës së zgjedhjeve, unë kam thënë që do të kishte qenë ideale, sikur edhe pse s'ju nevojitet fare, lëvizja vendosje të bënte ofertën e njëjtë për LDK-n, për bashkëqeverisje, që do të hynte në punë pastaj edhe sa i përket zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Mirë po që do të ishte shumë e rëndësishme edhe për proceset e tjera që na presin në të ardhmen afër. Kështu që mbetet të shihet a do të ketë ndonjë spari ofertë të tillë nga lëvizja vendosje. Dhe e dyta është kush do të negociojë për këtë gjë. Tash nëse nuk gaboj, zoti Haziri e kishte lënë të hapur mundësimin, por kishte thënë që nuk kemi dëgjuar ende asgjë. Ajo që kemi dëgjuar nga zoti Abdigjiku në një deklaratë të tij në media sociale, edhe pse vazhdimisht thotë që nuk është parti e mediave sociale, në njëjtën kohë që do ditë poston media sociale vetë. Në media sociale kishte postuar, nëse nuk gaboj, një shkrim ku ishte i hapur për negocim. Do thotë ky vetë automatikisht e paraqet një avansim të LDK-s, e cila ishte bllokuese dhe ishte bllokuese të dyja palëve që nga shkurti i vitit kaluar deri në dhjetor. Kështu që shpresoj që të ketë një diskutim jo vetëm për presidentin, mirë po pse jo edhe një bashkëqeverisje. Është e vërtetë që LVV-s ka nevojë për megjithatë këtë mundësi nuk e përjashtoi. Pak më herët në këtë studio ishte deputeti tashmë i zgjedhur Vigan Çorolli, i cili nuk e përjashtoi mundësinë se mund të ketë një marrëveshje pikërisht për shkak të zgjedhjes së presidentit. Nuk e përjashtoi asnjë, mirë po zotin Kurti se kemi dëgjuar të flas për këtë temë ende. I ka thonë që do të ketë mundësi të ketë zgjedhje. Një forme edhe më herët në deklaratën e parë ka thonë që do të mund të shkojmë drejt zgjedhjeve, s'ka përmend hiç mundësinë e ndonjë koalicioni. Ai ka fol
për zgjedhjen e presidentit dhe ka thënë që do të kemi debat të hapur me partitë politike në kuvend. Mendoj që qasja e zotit Kurti spaku në 2-3 muajt e fundit ka qenë ajo që unë e kam dashur të një kohë gjatë, një ndryshim radikal i qasjes e tij dhe shpresoj që kjo do të reflektohet mbas edhe në figura tjera partijake në ditët dhe në muajt në vazhdim, që të shohim një lëvizje vendosje cila do të jetë bashkëpunuese, jo detyrimisht me tone fyese ndaj opozitës. Thash, unë mendoj që do të ishte vlerë për edhe vetëvendosjen nëse do të kishte bërë një ofertë prapë, pasi që e dim që gjatë tërë asaj blokade 10 mujore, edhe zoti Kurti dhe lëvizje vendosje disa herë kanë thënë që për ta LDK-ja është partner. Nëse LDK është partner, ja ku është mundësia që të ofrohet prapë si partner dhe të t'i kalohet. Edhe në rast se bëhet një ftesë e tillë, cila mund të jetë përgjigjja e LDK-s, duke qenë se nuk pranuan në 2025, kur LDK-ja e ka provu ishin në kushte më të mira, po them. LDK-ja në fakt e ka provu një herë bashkëqeverisjen me lëvizjen vetëvendosje. Dhe ata e dinë çfarë mirë se matutje secilin e kanë pasur rezultatin nga në zgjedhje. Pas qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje është një prej rënieve më të mëdha të lidhjes demokratike të Kosovës. Po njëjtë edhe pse nuk bashkëpunuan, pastaj argjend njëpsuan. Nëse zoti Abdixhiku e ka bllokuar Kosovën, në rast gjithmonë supozojmë që do të hyjë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje në këto zgjedhje. Nëse Abdixhiku e ka bllokuar Kosovën prej vitit, domethënë prej shkurtit të vitit 2025 deri me 28 dhjetorin tani, atëherë cila është logjika e lidhjes demokratike të Kosovës që të hyjë në koalicion tani me lëvizjen vetëvendosje. Frikson ndoshta një rezultat, një po zgjedhje të reja, edhe zoti Riçorolli tha se madje e përdori edhe disa terma më është fatkeqësi që lidhja demokratike ka mbetur në shpërta për lëvizjen vetëvendosje dhe është një farë që në këtë rast zoti Kurti dëshiron domosdoshmërisht zoti Kurti dëshiron që t'ia lë përgjegjësinë e zgjedhjes së presidentit të lidhjes demokratike të Kosovës. E për çka fatkeqësisht lidhja demokratike e Kosovës dhe faktikisht është duke rënë në grackën e zotit Kurti, sepse nuk ka alternativë. Nëse ti e ke bllokuar Kosovën ka gjatë për që të mos shkosh në koalicion. Tani kur zotnia i ka numrat, po të fton ti në koalicion dhe ti shkon, atëherë cila është logjika e lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe ti nëse je partner i koalicionit brenda me një subjekt tjetër politike, në këtë rast me lëvizjen vetëvendosje që është subjekt shumë i fuqishëm në krahasim me lidhjen demokratike, cili do të jetë roli edhe në qeveri i lidhjes demokratike të Kosovës. Në anën tjetër, nëse mund të ndërlidhem me këtë temë, shiko, duhet ta kem parasysh gjithmonë që ekzistenca e partive politike është të marrin pjesë zgjedhje dhe të hyjnë në qeverisje, në mënyrë që të arrijnë objektivat e tyre. Fakti që një parti politike thot që nuk dua të hyjë në qeveri me asnjë alternativë është absurd vetvete. Do thotë ajo që ka ndodhur vitin e kaluar ka qenë një absurd i papam, unë mendoj. Dhe një gabim shumë i madh. Bile nëse zgaboj dëgjova zoti Naziri kishte thënë që ne i kemi thënë qytetarit nëse ne japim mandatin në qeverisje nëse jo ne rrim në pozitë një farë kushzimesh, unë nuk e kuptoj këto çësje. Mirë po, është zgjedhja e tyre. Tash jemi në një situatë ku lëvizja vendosje nuk i nevojitet detyrimisht lidhje demokratike. Do thotë afrimi i tyre tash nuk do të ishte i njëjtë sikurse në shkurt. Në shkurt i nevojitej paçare që të krijojë një qeveri. Tash jemi në një situatë ku duhet të zgjidhet presidenti. Nëse nisemi në parimet që i kemi në këtë vend dhe në kushtetutën dhe vendimin e kushtetutës të vendi, zgjedhja e presidentit nuk do duhet të ishte krizë. Kemi një vendim tash dhe gjykate, kemi disa vendime gjykatës dhe vitin e kaluar ku thonë që deputeti është obliguar që të jetë në sallë dhe të marrë pjesë edhe në votim bile. Mirë po e kemi atitën që thotë që deputeti është obliguar të qëndrojë në sallë. Do thotë, në këtë rast, as për presidentin teknikisht, zotit Kurti nuk i duhen votet e opozitës. I duhet që ata ta kryejnë rolin e tyre kushtetues, që të jenë prezent. Megjithatë, një deklarat e zotrit Abdixhiku pikërisht ka qenë vetmi atij për çështjen e presidentit, më pas nuk ka pas një deklarat tjetër për shkak të kësaj krizës, nëse mund ta quajmë për brenda lidhjes demokratike të Kosovës, u komentua shumë. Madje oponentë të lëvizjes vetëvendosje e quajtën si absurde. Zotri Abdixhiku deklaroi se ata përkrajnë vetëm një kandidat për president i cili është jo politik.
se po. Nëse nuk gabej ka thënë konsensual. Edhe njerë? Jo politik. Jo, e citoj, jo politik. Jo politik ka thënë. Ka thënë jo politik. Më pas, zotja Abrashi quaj se ka dashur thot, jo partijak. Jo partijak, të e ka pons. Nëse është ideja tjetë dikush jo partijak, mendoj që është më shumë ideale ose dogmatike se sa reale. Po flasim për një pozitë që është puro politike. Ideja e pozitës së presidentit në vendin tonë është në një farforme që tjetë përfaqësues i unitetit kombëtar, mirë përfaqësimi i unitetit kombëtar nuk do thotë që duhet vjen nga dikush që është apartijak ose apolitik. Ajo që kërkohet po ashtu është konsensual në kuptimin që gjitha partitë të pajtohen për një kandidaturë, që për mua deri në një mas gati është e pamundur, teknikisht që të arrihet një pajtueshmëri e tillë. Ajo që po ashtu e parashë kushtetuta është që të tentohet konsensuale, mirë po nëse s'ka konsensuale, shkon me një shumicë të thjeshtë. Do thotë kjo është ideja. Ideja e kushtetutës nuk është bllokada, nuk është shkuarja në zgjedhje për shkak të presidentit. Ideja e kushtetutës është që t'i ofrohet një mundësi debati mes partive politike që të dilet me një kandidat konsensual. Nëse një gjë e tillë nuk ndodh, mirë shumë, e keni shumicën që ju nevojitet edhe e zgjedhni. Kjo është ideja. Tash këto kushtimet që vijnë nga partitë politike janë jo parimore, unë mendoj, derisa edhe jo kushtetuese, po ashtu. Kështu që në parim unë mendoj që zoti Kurti dhe partia e tij as për qeveri dhe as për president ndoshta nuk kanë nevojë detyrimisht për opozitën. Mirë po ai që ka thënë, ajo që ka mund të mos shndroj fare në. Po, nuk mund t'i ndalej askush të mos dalë. Në këtë kontekst më pas proklamohen një palë zgjedhje të reja dhe stabiliteti. Po mirë, në atë rast që është po edhe këto 10 muaj, dihet që kush po na çon zgjedhje prapë. Që i bie se mund të faturohet sërish partive opozitare. Po, faturuni era, po, në dhëtor. Tash fatura tjetër mund tjetë edhe më katastrofale për secilën për këto partive, ndoshta për AK-n, sa i përket Prag, ndoshta për LDK-n për gjysmot, edhe më shumë tjetë në stad të AK-s, ndoshta për PDK-n plasin ato problemet e brendshme, e tjera. Ajo që po ashtu vlen të theksohet është që përveç AK-s nga këto 3 parti opozitare, LDK dhe PDK, liderët e tyre nuk mund ta kontrollojnë grupin parlamentar. Kemi pa në disa raste që, sidomos në PDK, është shumë problematike që të kontrollohen deputetët e tyre. Shumë shpesh ata vendosin vetë. Edhe nëse grupi vendos diçka, jo detyrimisht gjithë kanë shkuar në atë vendim. E kemi rastin e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, ku gjysma nëse nuk gabojmë kanë qenë kundër, edhe pse ka qenë një vendim i partisë të votohet. Njëjta mund të ndodhë tash, ndoshta PDK vendosi të mos jetë prezent, mirë po disa deputet mbase qëndrojnë. E njëjta vlen edhe për LDK-n, ndoshta grupi i Abdigjikut ose grupi kundërshtar i Abdigjikut nuk dëshirojnë të qëndrojnë, ndoshta grupi tjetër qëndron. Kështu që ka shumë paqartësi në këtë mes, edhe ka shumë probleme sa i përket asaj që a kontrollohet grupi parlamentar. Për këtë pyeta, nëse për shkak të përplasjeve brenda LDK-s edhe mund të kenë qëndrime të kundërta rreth zgjedhjes së Vjosa Osmanit. Po, edhe në PDK vlen e njëjta, atë po e them. Do thotë nuk është vetëm LDK. A bie më shumë bara në këtë pikë mbi LDK-n apo është e njëjtë edhe me PDK? Jo, bara, absolutisht nuk është bara vetëm një partie politike. Flasim për gjitha partitë parlamentare që kanë fituar prezencë në kuvend. Tash, sa i përket kandidatëve për fatkeqësi nuk e dim ende kush ka kaluar. E dim që po bëhet një rinomrim edhe po shohim që ka devijime shumë të mëdha. Ata akoma nuk është konfirmuar nëse dikush ka humbur mandatin ose jo. Janë disa... Po është proces në vazhdim edhe po i shohim rezultatet e para që ka devijime të mëdha. Nuk thash që ka pas ndikim. Mbrejtët të shihet. Ajo që shihet është e qartë që kemi manipulum industrial të votave brenda partive. Edhe kjo është diçka që po na përcjell që 4-5 procese tashmë me radhë. Edhe për fat keq po ndodh në secilën parti, do thotë kjo është një farë marrëveshje e heshtur, hajde i manipulojmë listat e kandidatëve si dojmë ne. Do thotë kjo është një problem shumë i madh sa i përket procesit elektoral në këtë vend. Dhe po nënvlerësohet shumë, o nënvlerësohet shumë edhe në shkurt, sikur t'i shbën një auditim i plot edhe në shkurt, siç po ndodh thash, edhe atëherë është kërkuar, KQZ ka vendosur kundër, ku me ditë se kush do të ishte kandidat ose kush do të ishte deputet. Tani do të ketë ndryshime... Unë dua ta shoh se si do të përfundoj tash procesi. Jemi duke shkuar në një proces rinumrimit, janë raportuar devijime shumë të mëdha me qindra vota, edhe ato mund të ndikojnë edhe në listën përfundimtarëve pastaj edhe të deputetëve që do të zgjidhen në Kuvendin e Kosovës. Softolli, duke i parë përket barës që përmendëm më herët, mendoj që
barra gjithmonë ju takon partive politike, akterëve, pra do me thonë që janë brenda kuvendit, po në këtë rast nëse shkojmë në zgjedhje, qytetarët duhet ta dinin që zoti Kurti duhet t'ia ofroj kuvendit, sepse është njeriu që ka marrë më së shumti vota nga këto zgjedhje, t'ia ofroj kuvendit të Kosovës një personalitet konsensual në të cilën pajtohen edhe partitë politike. Dhe nuk mundemi mandej qytetarit as zoti Kurti, as lëvizja vetëvendosje t'u hedh fajin tërësisht të partive opozitare në rast se shkojmë në zgjedhje. Pra gjithmonë duhet të kërkojmë llogari nga ai i cili ka numrin më të madh të votave brenda kuvendit, e që në këtë rast është lëvizja vetëvendosje. Edhe tek çështja e presidentit? Po pikërisht te çështja e presidentit po flas. Sepse zoti Kurti ka disa mundësi, ka personalitete në vend në të cilat konsideroj që edhe partitë politike, këtë rast duke u nisur nga PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja, që në rast se propozohen disa kandidat për president, për shembull siç mund të jetë dikush nga familja e Jashari, unë besoj që partitë politike, në këtë rast më shumë ti PDK-ja, obligohet në një farë formë zoti Kurti e qet para aktit të krim për të qëndruar në sallë. Pra edhe zoti Kurti e ka në dorë fatin e zgjedhjeve apo jo të në cilin kontekst e thuani si? Dhe nëse zoti Kurti nuk ofron një kandidat konsensual për në këtë rast që përmenda nga familja e Shari, por ofron ka dhe një mundësi tjetër që t'ja ofrojë mundësi opozitës që ta kandidoj, ta nominoj dikën për president dhe t'ja votoj atë kandidat. Pra gjithmonë i mbetet zotit Kurti se a dëshiron të shkojmë në zgjedhje apo jo. Një gjë gjajshëm apo keni mendim? Falë, unë kam pak problem ta kuptoj si mund një palë një anshëm të propozoj një kandidat konsensual. Kandidati konsensual vjen si pjesë, si rezultati një debati mes partive politike ku mund të përmenden emra nëse janë konsensuale ose jo. Do thot, në kuvend, kur prezentohet kandidatura, do duhet të ishte derivat i një procesi negocius mes partive politike. Nëse gjatë këtij procesi negocius nuk ka rrihet konsensualja mes partive politike, atëherë është diçka tjetër. Atëherë mund të vendosë zoti Kurti vetë për një kandidat, mund të vendosë edhe opozita një kandidat të tyre dhe pastaj të ketë garë. Do thot, aty duhet të ketë garë, nuk do të thot duhet jetë vetëm një kandidat. Mund të ketë kandidat në ndryshëm. A meriton zonja Osmani edhe një mandat në perceptimin? Absolutisht, mendoj që jo vetëm që meriton, mirë, po jemi në një situatë të tillë politike dhe geopolitike që çdo ndryshim, çdo testim i njerëzve që s'kan bëj me politikën, përmendet tu familja Jashari, respekti shumë i madh për atë familje, duam t'i japim çdo gjë, mirë po askush nuk e mendon, okay, ndoshta PDK ka obligim, mirë po se kanë qenë kundërshtar politik në komunë atje. Mirë po është puna çka do të sjellë ai individ si president i vendit. Roli kryesor i presidentit vendit është në politikën ndërkombëtare. Edhe atë kemi pa me zonin Osmani se si mund të luhet një rol shumë pozitiv nga një president i këtij vendi, ku mund të ruhen aleancat tona ndërkombëtare, edhe pse ndoshta qeveria ka pas shumë probleme sa i përket marrëdhënieve me partnerët tanë, kështu që nuk ka nevojë për testime të njerëzve që s'kanë bëjë me politikën. Është pozitë politike dhe duam një person politik. Dhe kemi një presidente në vend që ka pas performancë shumë të mira ndërkombëtare, ka shumë pikpyetje, ndoshta sa i përket performancës saj të brendshme, ajo mund të diskutohet, mirë po sa i përket politikës ndërkombëtare, që 5 vitet e fundit ka qenë zoni Osmanit që ka mbajtur gjallë. Një koment të fundit, sepse jemi krejtë. Sa i përket sa gjithmonë duke përgjigjur pyetjes suaj se do të jetë, a meriton zonja Osmani që të jetë presidente edhe për një mandati në Kosovë. Besoj që zonja Osmani ka dëshmuar që nuk përfaqëson unitetin e spektrit politik, sidomos në Kosovë, dhe sepse gjithmonë e din që roli i presidentit është që të jetë unifikues, pra që të sjellë unitet brenda vendit, por edhe sa i përket çështjeve në marrëdhënie ndërkombëtare, zonja Osmani kohën e fundit ka pasur një aksion drejt mekanizmave ndërkombëtare dhe gjëra për të punuar në këtë drejtim, por mos harrojmë që gjatë mandatit të zonjës Osmani ne kemi pasur edhe disa heqje të njohjeve nga shtetet të cilat na kanë njohur. Prandaj nuk konsideroj që zonja Osmani ka treguar ndonjë rezultate në politikën ndërkombëtare.
Por nuk ka argumentin atë të cilin e ka thënë, që ka ndodhur 20 Disa çnjohje, s'pe di që... 20 çnjohje ka thënë. Jo, ju thatë ka ndodhur disa çnjohje. Atë se ka ndodhur disa gjatë mandatit të saj 5 vjeçar. Gjatë mandatit të zonjës Osmani edhe gjatë mandatit të zotit Kurti. Tash me emra s'po më kujtohen, po ndoshta ti sigurej. Qartë, ndoshta do ta diskutojmë një herë tjetër këtë çështje. Faleminderit shumë që ishit sot në studion e Mesitës. Faleminderit ju edhe një herë për kohën nga këtu.